Për herë të parë në marsin e këtij viti, Julian Sheu mori thirrjen e parë në kombëtaren A të Shqipërisë në moshën 27 vjeçare, me sfushori debutoi me kuqezinjt në fitoren 3-0 kundër Andorrës, teksa gjatë këtyre muajve ka luajtur 7 takime me fanellën kuqezi. Me të në fushë ekipi nuk u mbet, duke regjistruar 5 fitore dhe 2 barazime. Ish me sfushori Laçit prej 3 vitesh e gjysmë është pjesë e Widzew Łódź në Poloni, duke qenë pika më e fortë e këtij ekipi. Shorti i play-offit për Kupën e Botës 2026 e ka vendosur Shqipërinë përballë Polonisë në gjysmëfinale dhe askush më mirë se ai nuk e njeh rivalin. Sheu ka dhënë një intervistë për Goal.pl ku ka treguar pikat e dobta dhe të forta të polakëve. Në fazën eliminatore çdo kundërshtar është i fortë. Polonia ka lojtar vërtet të mirë, por këto janë llojet e ndeshjeve që i ndërron një futbollist profesionist. Polonia është një ekip shumë i mirë me lojtar shumë të mirë dhe një trajner të shkëlqyer, të cilin e mbaj mend që nga koha e tij te Gornik Zabrze. Mendoj se detajet e vogla do të vendosin se kush do ta fitojë këtë ndeshje mes Shqipërisë dhe Polonisë, tha Sheu. Për të shanset e fitores për ekipet janë 50-50. Të luash në shtëpi është gjithmonë një avantazh, por ndeshjet eliminatore kanë rregullat e tyre dhe çdo gjë mund të ndodhë. Do të thoja se shanset janë afër një raporti klasik 50-50. Të dyja ekipet kanë cilësi dhe janë shumë të motivuara, theksoi ish lojtari i Laçit. Sheu ceku edhe një emër si Robert Lewandowski, që vijon të udhëheqë sulmin e Polonisë. Ajo që ai ka bërë për vendin e tij është e pabesueshme. Ne gjithashtu kemi lojtarë vërtet të mirë, me një ndikim të madh si në fushë ashtu dhe jashtë saj, përfundoi lojtari i Widzew. Poloni-Shqipëri do të luhet më 26 mars në orën 20:45 në Varshavë. Ekipi fitues nga ky duel do të përballet në finalen play-off me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi për një vend në finalet e Kupës së Botës 2026, që zhvillohen nga 11 qershori deri më 19 korrikun e verës që vjen në SBA, Kanada dhe Meksik.